Loredana Brati, ish banorja e Big Brother VIP Albania, foli për eksperiencën e saj në reality show që përfundoi në gjysmë finale. E ftuar në emisionin Pardon My French në Top Albania Radio, ajo ndau me publikun reflektimet e saj pas daljes nga shtëpia më e famshme në vend. E pyetur se çfarë kuptoi për veten gjatë këtij rrugëtimi, Loredana u shpreh: "Që jam shumë e fortë dhe batutat e mia ecin. Aty brenda çfarë ndodhte? Unë bëja batuta, por shumë herë nuk qeshnin dhe thoja jam unë apo janë këta. Përfundimisht pas kanë qenë ata, do të kisha dashur të bëja dhe më shumë, të kishim qeshur pak më shumë." Për të përmbledhur gjithë përvojën në një fjali, Loredana tha: "Ka qenë rritje për mua, një rrugëtim që vetëm më ka rritur në çfarëdoloj dimensioni, por si përfundim edhe për mbështetjen që kam pasur pas kësaj mund të them që unë nuk ndihem fare e gabuar, si janë munduar njerëzit që të më bënin të ndihesha. Ndihem aq mirë që jam kjo që jam dhe e kam këtë lirinë që të tregoj për këtë që jam pa vendosur asnjë filtr." Ndër të tjera, ajo tregoi se kishte ndier një lloj kërcënimi nga vajzat e tjera në shtëpi. "Po, 100. Isha ndryshe nga shumica, dalloja pikërisht për këtë aspektin tim." Pas daljes, ajo pati mundësi të ribashkohej me familjen, të cilët kishin vetëm fjalë krenarie për të. "Je kënaqur than, na ke nderuar dhe na ke krenuar shumë, vetëm më than që nga tani je tutje me mend në kohë. Të kem kujdes me situatat që do të ndodhin tani." E pyetur se çfarë zbuloi për veten gjatë eksperiencës që nuk e kishte kuptuar më herët, Loredana zbuloi: "Që kam shumë nerva. Unë në klipin prezantues kam thënë që kam një damar goxha vlonjat, por mendoj se kam arritur ta menaxhoj shumë mirë.